Valbona Amhilli është gazetare dhe moderatore shqiptare e njohur për punën e saj në media, por edhe për disa lapsuse në transmitimet live. Gjatë karrierës, ajo ka punuar si gazetare dhe moderatore në disa media shqiptare, duke përfshirë dhe radio-televizionin shqiptar. Që në nisjet e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ajo bë pjesë si banore për të garuar për çmimin e madh. Pas pjesëmarrjes, ka ndalë shumë foto para dhe pas të Valbonës, pra para ndërhyrjeve estetike. Duke hulumtuar në profilin e saj, shikojmë se si duke Valbona para disa viteve gjatë disa daljeve televizive, ku na duhet të themi se ndryshimi i saj është mjaft i dukshëm. Na duhet të rikujtojmë se Valbona ka shprehur një pëlqim për Laerdin, ndërsa ky i fundit ende po mban pezull këtë gjë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.